që shqiptarët janë një farë mënyrë mbretërit e markave falso në Ballkan. Në një studim tjetër, pjesa më e madhe e të rinjve pretendonin që të blinin më mirë veshje pra fake, po i quaj falso tani, përdore fjalën anglisht, se sa veshje me çmim, me të njëjtin çmim, por me një po i quaj prodhim ose markë prodhuese më inferiore. Pyetja parë është çfarë i duhet një vajze studente të harxojë nuk e di sa 300 apo 400 euro apo ndonjëherë dhe më shumë për të blerë një çantë falso Louis Vuitton. Për çfarë? Kujt do t'ja tregoj? Çfarë statusi jep kjo? Pse quhet luksoze një gjë falso? Pse si shpjegohet që nuk futesh dot në për shumë dyqane të Tiranës se çdo bluzë që e ke falso. Mund marrësh të bluzja, ta qëndisësh me opinion, edhe mund të jetë bluzë shumë e mirë, dhe është një cilësi pambukur shumë e mirë në fakt. Pra cila është kjo forcë që e vën lëvizje shoqërinë shqiptare për ta çuar drejt luksit, drejt tentativës për t'i ngjarë gjërave luksoze, për t'imituar gjërat luksoze dhe kur nuk e ke mundësinë. Unë e kuptoj që një njeri i cili ka mundësitë ekonomike mund të rend pas luksit, kjo është zgjedhja e tij personale. Unë nuk e paragjykoj, edhe pse vetë s'do m'pëlqente, por nuk e paragjykoj askënd që do të zgjedhë një jetë që ta bëjë, domethënë me këtë lloj veshje, me atë lloj stil jete. Ka njerëz që shpenzojnë shumë për hotele, ka njerëz që shpenzojnë shumë për avionet, ka njerëz që janë shumë modest në to dyja, por shpenzojnë shumë për ushqim, ka tjerë që shpenzojnë shumë për të ndjekur një ndeshje futbolli, janë çështje pasionesh dhe pastaj gjithë secili e bën vetë llogarinë e tij në bazë të ardhurave që ka dhe mundësive të tij. Por tentativa për të ngritur mbi mundësitë tua, për të treguar diçka luksoze, për të treguar një jetë luksoze, për të treguar një jetë me një standard që ti realisht nuk e ke, është më shumë se sa komike.